ardhur koha që ne të hymë në këtë lojë, sepse edhe në rastin tonë me kompanitë tona, edhe I japim se ajo e startupeve është shumë e mirë për të ndihmuar në fazën A, kur tjetri s'ka si gjë, ka vetëm një ide, kurse kur vjen puna, kur realiteti është I formuar dhe ti thua, ok, kemi këtë, si mund ta përdorim këtë kështu. Dhe ky bëhet interes reciprok, që nga janë se në logjikën time I bie që tjetër është që ne të futemi edhe të bashkëpunojmë dhe të kemi një produkt që pastaj juve mund ta përdorni ku doni. Dhe juve ky shërben se përdorni dorë dhe një realiteti konkret që të keni një produkt që të thoni re kjo funksionon këtu. Nuk po rritë të mbush mendin ty që unë kam, kjo funksionon. Pra, dhe në fund fare, shteti kushton më pak. Se tjetër është të vit ju blej juve një gjë që juve e bëni me Lesandranë. Tjetër të paguani rajtje, tjetër është të ti dhe të më jep dhe mua. Se ti, pavarësisht se ju jep drejt këtyre, ti vjen puna kjo llogaritë do të shajt. Dakor në rrejt, po japim qik më lirë, po e shumë më lirë. Kështu që, dhe tjetra që unë besoj kemi diskutuar dhe litrën është që duke qenë se tani situata është komplet tjetër. Ka pas përpara ishte shumë situata është komplet tjetër, tani ne duhet ta ngrejmë në një nivel tjetër gjithë pjesën e qeverisjes së kësaj bote. Në pamja se janë disa nivele që ne nuk I kemi të mënyrës si ndërveprojmë këto. Po kjo inteligjenca artificiale është jashtëzakonshme. Për një vend si Shqipëria është një mundësi. Ja të them, shikoj se kjo është kur doli ky ChatGPT-ja. Pashu të mira morali shqiptare tash ta gjej ta kërkoj e gjeta. Edhe u lidhëm telefon. Nga Vlora, Europa. Patriotë ai. Nga Vlora. Edhe shkollën e mesme nga për Vlora. Shpejtë kanë shkëj. Ha? Ka I kushtat në vjetë. Ka pasur prindërit që kanë mësuar. Vlora, komplet. Edhe I thash ti tash do ta ndihmosh Shqipërinë, thotë bëhet. E kujtoj se ku bëhe humor, nuk përre kam seriosisht, se kam përshtypjen me sa kuptoj unë këtë, se lexova pak. Që jam ditë e fillim, me sa kuptoj unë këtë është ti mund ta ndihmosh atë fillimi bëhe më shpejt. Se kuptoj ta, që kuptoj dhe I thash, shiko. Regjistracion. Pjesa që ti s'ke nga hikën fare me bëhen është merr 250.000 faqe. Edhe sili këtej. Dhe gjithë vendet, edhe ne kështu ishim përgatitur. Të gjithë vendet, në momentin kur filloi negociata, bëj një ushtri me për këtë. Edhe me jurist, këto, merre, adoptoj, ushtri. Tha mua dha, I dhe nuk kjo. Më duket dha që është e bëshku. Edhe thash me ty da ti na ndihmosh Shqipërinë të luftojë korrupsionin. Po kjo dhe si është, I thash prokurime. Prokurimet. Çfarë ndodh me prokurimet? Kjo është momenti I parë ku fillon mund të ndodhi korrupsion. Tek termat e referencës. Prandaj ne kemi kriju një sistem që termat e referencës nuk mund t'i hedhësh më në publik, pa kaluar tek agjencia e prokurimit publik e tjetër. Po prapë është manuale. Prapë ka nevojë për gjykim njerëzor. Faza tjetër, cila është? I hedhet I termat e referencës, po pastaj thua të gjithë kompanitë duhet sjellin. Të sjellin sa punonjës kanë, të sjellin sa kështu kanë. 90% e çfarë kërkohet ty është në një tender është public knowledge. Pra është diçka që ti do ta marrësh, mund ta bësh cross check nga shteti ti. Si kompani, do shkosh do thuash po, sa kemi këtu, sa kemi aty, taksat këto, ndërkohë që të gjitha këto, ti, në qoftë me ai ti fif nga brenda, ti nuk I thu fare ti do kështu do ajo. I vën këto kriteri fif nga brenda. Dhe çfarë mbetet tek këtu është të thuash
shprehësh interesin edhe të bësh